Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun xhalla xjalaluhu falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xjalaluhu na bën prej tyre. Të nderuar vëllezër, kemi qenë duke fol në lidhje me zemrën e pikërisht apo veçanërisht për zemrën e shëndosh dhe shenjat e zemrës së shëndosh, sepse ajo neve na intereson përderisa zemra shëndosh është zemra të cilën Allahu xhalla xjalaluhu ditën e gjykimit e fut në xhenet. Sikurse ka thënë Allahu xhalla xjalaluhu: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk bën dobi as malli, as fëmia, pasuria, përveç ai i cili vjen me zemër të shëndosh. Andaj kemi përmend disa prej cilësive të zemrës së shëndosh, e sot do t'i cekim disa tjera prej tyre të cilat i kanë përmend dietarët. Fillimisht Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi kur ka fol për zemrën, edhe dietarët në përgjithësi kanë thënë se zemra e shëndosh është zemra e cila është e ruajtur prej 5 gjërave apo prej 5 smundjeve. Më mirë me thonë. E para, ka thonë zemra e shëndosh është ajo zemra e cila ka shpëtuar apo është e ruajtur prej shirkut. Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila nuk ka në të shirk. E dyta, zemra e cila në të nuk ka padituri, jehel, ignorancë. Edhe ka normal këtu ka për qëllim jehelin e thellë, ignorancën e thellë, ai i cili se njeh Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nën tre, zemra e cila ka shpëtuar nga mendjemallësia, në të cilën nuk ka mendjemallësi. Zemra e cila në të nuk ka gaflet, nuk është të shkujdesur nga përmendja Allahu xhalla xhelalu, dhe nën pesë ka thonë zemra e cila është e shpëtuar nga dashuria ndaj kësaj bote, ndaj dunjas. Normal, nga dashuria e madhe për dunjan, sepse është e natyrshme çdo njeri i cili jeton këtë dunja me pas hise ndaj kësaj dunjas, me pas dashuri ndaj kësaj dunjas. Dhe disa dietarë kanë shtuar edhe një të gjashtën, si kanë thonë, zemra e cila është e shëndosh ose e pastër nga moralet e këqija. Këto janë 5 apo 6 smundje të cilat e rrezikojnë zemrën, apo e smundin zemrën, apo edhe rrezikojnë imanin në zemër. E ne do të përmendim disa prej cilësive, përderisa kemi qenë duke folur për cilësitë e zemrës së shëndosh, që dietarët i kanë rëndit. E prej cilësive të zemrës së shëndosh të cilat i kanë përmend dietarët, është edhe ajo zemër e cila është e qetë dhe e përmend shumë Allahun xhalla xhelaluhu. Sikurse ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu kur i ka përshkruar besimtarët, ka thënë: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata të cilët kanë besuar dhe qetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ka thënë më të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. E këtu dhikrullah që është përmendja e Allahut ka për qëllim jo vetëm tasbih, që thojmë na me përmend Allahun, po këtu hyn edhe leximi i Kuranit, dëgjimi i Kuranit, përmendja e Allahut në përgjithësi. Pastaj thot Allahu xhalla xhelaluhu gjithashtu se cilësi e besimtarit i cili e përmend Allahun xhalla xhelaluhu, ata të cilët përmendin Allahun edhe zemrat e tyre kënaqen me përmendjen e Allahun, dridhen me përmendjen e Allahun apo kur të lexohen ajetet e Allahut, sikur se thot Allahu xhalla xhelaluhu për besimtarët. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, thot se alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, këto përmenda, ka thënë innamal mu'minun, më të vërtet besimtar janë ata të cilët idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Thot besimtar të vërtet janë ata të cilët kur ju përmendet Allahu ju dridhen zemrat e tyre, e kur ju lexohen ajetet e Allahut ju rritet dhe ju shtohet imani. Kurse e kundërta, apo gjithashtu ka thënë Hasan al-Basriu, mos të harrojmë të përmendim edhe këtë fjalë, ka thënë se nëse doni me shiju imanin, apo ai i cili dëshiron ta shijoj imanin, apo ta ndi a e ka zemrën e gjallë, atëherë le ta kërkon zemrën e tij në 3 gjëra. E para ka thënë në përmendjen e Allahut, e dyta ka thënë në namaz, edhe e treta ka thënë në leximin e Kuranit. E nëse nuk e gjen në njërin prej këtyre 3 gjërave, atëherë dihet se zemra e tij është e mbyllur, apo dera e tij është e mbyllur. Kurse e kundërta, ajo zemër e cila irritohet nga përmendja e Allahut, apo ajo zemër e cila
ngushtohet kur të lexohen ajetet e Kuranit. Kjo është e kundërta e zemrës së shëndosh. Apo kjo është zemra, Allah na ruajte se mur, apo zemra munafikave, apo mos them edhe zemra atyre të cilët s'ka iman fare në zemrën e tij. Sikurse Allahu xhelle xhelaluhu i ka përshkruar në Kur'an munafikat edhe ata të cilët nuk besojnë, Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah." E kur ju përmendet vetëm Allahu, atyre të cilët nuk kanë iman, thot irritohen nga përmendja e Allahut, ata të cilët nuk besojnë ditën e gjykimit. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. E kur ti përmend diku tjetër përveç Allahut, ata gëzohen. A keni vërejt shpesh herë disa njerëz të cilët nuk kanë dëshirë me ndëgju për din, apo nuk kanë dëshirë me ndëgju ajetet e Kuranit. Kur t'ju flet për çështjet e dunjas, për çështjet e bizniseve, kënaqen të bëjnë bisedë, kënaqen, shkrihen, të fol për çështjet e dunjas, as me përgoju dikon ose me fol për dikon ose me fol në fore në çështje thjesht për dunjan. Kënaqet duke ndëgju edhe kënaqet i zdrit fytyra atij, duke marr pjesë në bisedën tënde. E kur ti janis të folsh për ajetet e Kuranit ose të përmendësh ahiretin, ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenamin, sikurse irritohet dhe i ngushtohet zemra e tij. E kjo është e kundërta e zemrës së shëndosh, Allahu na ruaj. Sikurse edhe Allahu xhelle xhelaluhu i ka përshkruar dhe ka thënë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Dhe ai i cili ja kthen shpinën përmendjes time, fjalës Allahu xhelle xhelaluhu, ai do ta jetoj një jetë të vështirë, të zëmt. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati 'ama. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ka thënë dhe do ta ngritemi atë në ditën e gjykimit të verbër. Kurse Allahu xhelle xhelaluhu për zemrën e shëndosh, kur ka përshkruar se ajo është zemra e cila përmend Allahun, edhe zemra e cila qetësohet me përmendjen e Allahut, Allahu ka thënë: "Wa bashiril mukhbitin." Edhe përgëzojti ata të cilët janë të nënshtruar dhe të përulur, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. E atyre kur ju përmendet Allahu xhelle xhelaluhu, ju dridhen zemrat e tyre. Gjithashtu, prej alameteve të zemrës së shëndosh, kur to fjalat e përmendja Allahu xhelle xhelaluhu, është se zemra shëndosh edhe kur ti ndëgjon ajetet apo këshillat e hoxhallarëve, dietarëve në përgjithësi, nga frika ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, ju dridhen zemrat e tyre, apo ndoshta ju letojnë edhe sytë e tyre, sikurse i ka përshkruar pejgamberi, sikurse i ka përshkruar dietarët, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo transmetimin që ne transmeton Irbad ibn Sariya, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve na ka këshilluar me një këshill të madhe. Pas namazit të drekës, saqë thotë kanë rrjedh lotët në sytë e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë ndridh zemrat e tyre nga kjo këshill e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon se zemrat e tyre kanë qenë të shëndosha, sepse zemra e semur Allah na ruajt, apo zemra e ngurtë është ajo zemër e cila nëse lexon ajetet e Kuranit ose nëse përmendet xheneti dhe xhehenami, nuk lëvizin edhe nuk bajnë përshtypje nga ato që ti ja përmend. Allah na ruajt. Andaj duhet me lut Allahun xhelle xhelaluhu që mos më ran në këtë kategori, që edhe kur të lexon ajetet e Kuranit apo kur përmendet Allahu xheneti dhe xhehenami, mos me lëviz zemrat tona, për shkak se alamet i zemrës së shëndosh është ajo zemër e cila kur përmendet Allahu apo i thuhet ki frikan Allahu xhelle xhelaluhu, ndryshon gjendja e tij apo përmirësohet gjendja e tij. Gjithashtu për alameteve të cilat do të mundohemi të përmendim shkurtimisht, sepse secila prej këtyre shenjave don ligjërat në veten e vet, mirë po na do të mundohemi përmend disa prej shenjave të zemrës së shëndosh. Gjithashtu prej alameteve të cilat i kanë përmend dietarët të zemrës së shëndosh, është se zemra e shëndosh e don imanin. Edhe e don bindjen ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Veç asaj, përveç se e don imanin dhe bindjen ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, i don edhe ata të cilët e dojnë Allahun subhanahu wa taala. I miqsojnë ata të cilët janë besimtar, edhe urrejnë gjunahin, e urrejnë kufrin. Kjo është alamet i zemrës së shëndosh. Sikur se ka thënë Allahu xhelle xhelalu për besimtarët, "Walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan." Allahu xhelle xhelalu ka thënë, por Allahu ju ka zbukuruar juve edhe ju ka bërë të dashur imanin, edhe e ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, edhe ka bërë që ta urrejni kufrin edhe gjunahet me katët ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Për ata edhe në hadithin e Kabit që ka ardhur, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e do dikë për Allahun xhelle xhelaluhu
dhe urrejn dikë për Allahun xhelle xhelalu, edhe jep për hatër të Allahu xhelle xhelalu, dhe ndalon të mos jep atu ku nuk duhet me dhon për hatër të Allahu xhelle xhelaluhu, thot vetëm se e ka plotësuar ky person imanin e tij. Dhe kjo është zemra e shëndosh. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu ku i ka përmend besimtarët, të cilët i miqsojnë ata të cilët e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. Thot s'ka mundësi me gjetë një popull, Allahu xhelle xhelalu ka thonë, s'ka mundësi me gjetë një popull, njerëz të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. E njëjtën kohë s'ka mundësi këto dyja të bashkohen. Allahu xhelle xhelalu na ka thonë, s'ka mundësi edhe me dashur Allahun, edhe me besu ditën e gjykimit, e në njëjtën kohë mi miqsu ata të cilët e urrejnë dhe janë armiqtë të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu vazhdon thot: "Walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa 'ashiratuhum." Edhe nëse janë ata baballarët e tyre, edhe nëse janë ata fëmijët e tyre, vëllezërit e tyre, fisit e tyre, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allahu xhelle xhelalu thot, në zemrat e tyre Allahu xhelle xhelalu e ka kalitur imanin. Kjo është zemra e shëndosh apo zemra të cilën Allahu xhelle xhelalu ka kërkuar prej neve, sepse zemra e cila ka iman nuk ka mundësi mu bashku imani edhe kufrin e zemrën e shëndosh. S'ka mundësi në të mu bashku imani edhe me dasht ato e cila armiqson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka mundësi mu bashku imani edhe nifaki me urrejt Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj zemra e shëndosh është ajo e cila e don Allahun, i bindet Allahut dhe në njëjtën kohë i miqson ata të cilët e dojnë Allahun xhelle xhelalu, edhe i armiqson ata të cilët e urrejnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej alameteve edhe prej shenjave të zemrës së shëndosh është edhe durimi, me duru edhe me qenë i kënaqur me ata që Allahu xhelle xhelaluhu ka zgjedhur për neve. E s'ka dyshim se kjo është prej shenjave më të mëdha që tregojnë se me të vërtetë ai i cili pajtohet edhe bën sabër në momentet vështira me ato që ka zgjedhur Allahu xhelle xhelaluhu, s'ka dyshim se kjo është zemër e devotshme, edhe zemër të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka ngrit. Sikurse Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah." Nuk ju godet juve ndonjë fatkeqësi vetëm se me izin e Allahut. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Allah ka thënë pastaj, edhe kush i beson Allahut, Allahu e udhëzon zemrën e tij. Pse e ka pu bashk me musibetin? Për shkak se ai i cili bën durim, sikurse Allahu xhelle xhelaluhu na ka njoftuar se ai i cili bën durim në atë cilën e ka godit Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu e ka udhëzuar zemrën e tij. Edhe kjo është zemra e besimtarit. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu thot gjithashtu: "Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun." Besimtarin ata të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë te Allahu të jemi dhe te kaj do të kthehemi. Po çfarë problemi kanë këta njerëz? Allahu thot: "Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun." Këta janë ata të cilët Allahu çon salavatën mbi ta. Salavati Allahu xhelle xhelaluhu për pejgamberin dhe besimtarët në përgjithësi është lavdrim në mesin e banorëve të qiellit. Veç asaj është ngritje në shkalla të larta. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu ka thënë dhe çon Allahu rahmet për ta. Ulaika humul muhtadun. Thot këta janë të udhëzuarit. Këta janë të udhëzuar në rrugën e Allahut. Këto janë zemrat e shëndosha. Për ata në ajetin kuranor që thot Allahu xhelle xhelaluhu në suratul Fajr, ya ayyuhan nafsul mutma'inna, në tefsirin e këtij ajeti ka thënë Imam Mujahidi, thot se mutma'inna, nafsul mutma'inna, nefs apo shpirti i qetë me zemër të shëndosh, është ajo shpirti i cili pajtohet edhe është i kënaqur me caktimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe e din se ajo çka ka pas për t'i ndodh, nuk ka pas me ndryshu kaderin e Zotit. Dhe ajo çka nuk do t'i ndodh, s'ka pas për t'i ndodh. Sigurisht është pajtuar me atë që Allahu xhelle xhelaluhu ka zgjedhur për to. Pastaj zemra e shëndosh, të nderuar vëllezër, alameti i zemrës së shëndosh është ajo zemër e cila i shëntron ato që e ka shëntruar Allahu xhelle xhelaluhu. Apo ai i cili i nderon, i respekton edhe i çmon simbolet e Allahut xhelle xhelaluhu. Ai i cili e respekton fjalën e Allahut, ai i cili i respekton ndalesat e Allahut, ai i cili i ndëgjon dhe i bindet urdhave të Allahut, ai i cili e respekton dhe e zbaton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Simbolet e Allahut, sikurse ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Me të vërtetë ai i cili i çmon, ai i cili i respekton, ai i cili i nderon
ato të cilat i ka nderuar Allahu xhelle xhelaluhu, gjërat të cilat Allahu ka vendosur për to kufi. Edhe ti ndalesh ato ku ka thonë Allahu xhelle xhelaluhu. E dhe i respekton ato të cilat Allahu i ka shëndruar dinin ton. Thotë kjo është prej zemrave më të devotshme. Pra ta ne i bindemi Allahut në atë të cilën na ka urdhëruar. Dhe i bindemi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në atë çka na ka urdhëruar. Dhe punojmë me atë që Allahu xhelle xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, sikurse Allahu i ka përshkruar besimtarët të cilët thonë sami'na wa ata'na. Ndëgjuam dhe respektuam. Kjo është cilësi e besimtarëve. Kurse e kundërta është cilësia e tyre, sikurse cilësia ben Israilëve, ku Musa alayhi salam, ku Allahu xhelle xhelaluhu përmend tregimin e lopës, e asaj ngjarjes së lopës surën Bakara, kur Musa alayhi salam i ka urdhëruar me prej atë lopën dhe me mishin e asaj lope me godit të vdekurin, e që pastaj murën gjallë. Sa Allahu xhelle xhelaluhu ka urdhëruar, çka kanë thënë ata? Gjën e parë, çka i kanë thënë? Ka thënë ti apo tallesh me neve? Nuk ka thonë ndëgjuam dhe respektuam, mi po ka thonë ti apo bën hajgare me neve? E dyta pastaj kanë thonë çfarë cilësi ka kolop? A është e bardhë, a është e kuqe, a ka veç, a s'ka veç, a është ku ta dione. Edhe gjithherë ja kanë ngushtuar vetes e tyre, mirë po gjithherë kanë polemizuar në urdhat e Allahu xhelle xhelalu. Kurse zemra e shëndosh, zemra e besimtarit është ajo zemër e cila ndalet në atë ku ka kërkuar Allahu xhelle xhelalu ndal. Dhe e kryen urdhat që Allahu xhelle xhelalu ka dhënë pa pyetur fare se çysh do tek. Edhe kjo është zemra e devotshme të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka lëvdëruar në Kur'anin Kerim. Pastaj prej zemrave të shëndosha, prej alameteve të zemrës së shëndosh, është edhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe zbatimi i asaj të cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu në surën Hujurat, ku i ka zbrit ajetet të cilat Allahu i ka ndaluar besimtarëve me ngrit zërin mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Allahu xhelle xhelaluhu i ka përmend cilësitë e atyre besimtarëve të cilët e kanë ulur zërin praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë innal ladhina yauduna aswatahum inda rasulillah. Ata të cilët e ulin zërin e praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa. Thot këta janë cilët Allahu i ka kalit në zemrat e tyre devotshmërinë. Për ata dietarët e selefit, edhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë kalu pranë dhomës ku ka qenë i varrosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i kanë ngrit zërat nga frika se mos po hin ajetin kuranor, të cilën Allahu xhelle xhelalu i ka ndaluar me ngrit zërat në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata thuhet për Imam Malikun, i cili ka qenë edhe imam i Medinës në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka dhënë ders, thot i ka ndaluar xhamatën dhe talebet e tij që në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pranë varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos me ngrit zërat e tyre, nga respekti ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Omeri radhiyallahu anhu, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë dëgjuar dy persona duke ngrit zërin pranë dhomës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku është i varrosur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thirr, ka thënë prej nga jeni, ka thënë jena prej Taifit. Ka thënë wallahi ti shitkan banorët e Medinës pa jo rrah nuk i kisha lënë. Por mos i ka këtë Taifit, edhe nuk jeni edukuar me edukatën që të kanë banorët e Medinës, atëherë po ju arsitoj. Ka thënë pa jo rraf, pa jo godit nuk e kisha lënë. Por shkak se i kanë dëgjuar duke ngrit zërin tek varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E të flasësh për dashurinë dhe respektin që e kanë pas sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është histori vete, ka plot ngjarje që tregojnë se si e kanë respektuar, si e kanë nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët e tij radhwanullahi alaihim. Për ata nuk mundna me kalu pa i përmend disa prej ngjarjeve, disa rasteve më të rëndësishme gjatë jetës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, te këtyre zemrave të shëndosha, zemrat e sahabëve kanë zemra më të shëndosha, të cilat e kanë respektuar, e kanë nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi që hadithin që ne transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ne kanë transmetuar Enesi radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, nuk beson askush prej juve derisa të jam unë më i dashur për të se sa babai i tij, se sa fëmia i tij dhe sa njerëzit përgjithësi. Me dash babën, me dash nanën, me dash fëmin, me dash gruan, është dashuri e natyrshme. Çdo njeri është natyrshëm me i dashur. Mirë, po dashuria ndaj tyre mos tjetë me më madhe se dashuria ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E më së miri këtë hadith e kanë zbatuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata, për me përshkruaj shkurtimisht se si e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na ka treguar Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili para se me pranu islamin,
në marrëveshjen e Hudejbijës, mushrikët e kanë qenë delegacion me bë marrëveshje paqe me arrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë nisë me hinë në Mekë. Edhe ky Urwa ibn Mesudi e ka përshkruar dashurinë e madhe që e kanë pas sahabët ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Aty ka pa me sy, edhe e kanë dëgjuar me vesh, edhe ju ka treguar pastaj banorëve të Mekës, ju ka treguar zotrive të Mekës se çfarë dashurie kanë sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, unë kam marr pjesë thot në shumë delegacione. Kam taku mbret, kam taku mbretin e Bizantit, e kam taku mbretin e Persisë, e kam taku mbretin e Abisinisë, mirë po nuk kam pa respekt edhe dashuri dhe përulsi më të madhe që i kanë bën ndëkush mbretit të tij se sa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pshtynte, thot sahabët e merrin pshtymin e tij, thot edhe i fshinin mjekrat e tij, e tyre. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot merrte abdes, ujin cili pikte nga gjymtyrët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thot ata bënin gara dhe vetë se mbytnin njëri tjetrin për e marr prej atij uji. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot urdhënonte për diçka, ata thot vraponin me kry urdhën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E nëse flisnin para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, thot e ulnin zërin dhe nuk e ngritnin zërin. E prej respektit ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, thot nuk e shihjen ndërin prej tyre, duke drejtuar shikimin e syrit e tyre në sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot i ulnin kokat prej respektit, prej përulësisë që kanë pas para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Për ata kur është pyetur Aliu radhiyallahu anhu për dashurinë e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kana wallahi ahabbu ilayna min amwalina. Thot vallahi Resulullahi ka qenë më i dashur për neve se sa pasuria jon, se sa fëmijët tonë, se sa baballar dhe nënat tona, edhe se sa më i dashur për neve se sa uji i ftoftë në nxehtësinë e madhe të ditës. S'ka pas diçka më dashur për neve se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Për ata transmetohet se Abu Bekri radhiyallahu anhu, e mos flasim për Abu Bekrin, i cili ka shumë ngjarje nga jeta e tij, se si e ka praktikuar, ose si më thon, e ka reflektuar dashurinë e tina për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mesin e sahabëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me bën hijret Abu Bekri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos u ngut. Abu Bekr se ndoshta kemi pas ndonjë shoqërues që me bën hijret bashkë me ta. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar Allah me bën hijret, a shku në shtëpinë e Abu Bekrit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e ka pyetur Abu Bekri, ka thënë e suhbetu ja Rasulullah, a ka ardhur koha me bën hijret dhe të shoqëroj ty o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë suhbe, ka thënë ti do të më shoqërosh. Aisha radhiyallahu anha e transmeton çfarë ngjarjen që e ka pa me sytë vet. Thot kur një herë nuk jam mësuar me pa dikun duke qajt për gëzimit. E sidomos për burrave. Thot kjo është hera e parë që e kum pa Abu Bekrin radhiyallahu anhu duke qajt për gëzimit se ka me shoqëruar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në hijretin e tij, në hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në ajetin të cilën ka zbritur që thot Allahu subhanahu wa taala ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Me të vërtetë ai i cili bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do të jetë me të dërguarit, me pejgamberët, do të jetë me të sinqertit, do të jetë me shahidat dhe do të jetë me njerëzit më të mirë. E sa shoqëri e mirë është kjo? Shkak i zbritjes këtij ajeti apo dietarët e tefsirit që e kanë përmendur, kurse Imam Begawi dhe Imam Kurtubi në tefsiret e tyre, thotë ka qenë Thawbani maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej shërbëtorëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka dashur shumë të Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe është mërzit për një kohë të shkurtër nëse nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë edhe një ditë ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka pa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në fytyrën e tij mërzi, dhe i ka thënë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, çka ki o Thawban këtë mërzi në fytyrën tënde që po e shoh që nuk e kam pa ndonjëherë, apo mos je i smur, apo ki dhimbje diçka? Kurse Thawbani ka thënë o i dërguari i Allahut, thotë një ditë më kujtua ahireti, edhe u frika se masi që të vdes, ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu do të ngrit në shkalla të larta ty si pejgamber, edhe unë do të jem në shkallë të ulta në xhenet. Apo ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu do të më fut mua në zjarrin e xhenemit, edhe nuk ka mundësi ndoshta me të pa mua në ahiret. Thotë edhe u mërzita shumë. Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti ajetin
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexoi Thubanit sa i cili i nënshtrohet Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jetë me pejgamberët, do të jetë me shahidat, do të jetë me njerëzit e sinqert, edhe do të jetë me njerëzit më të mirë dhe sa shoqëri e mirë është kjo. Edhe kishte dashuria e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj cilësi e zemrës së shëndosh është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe respekti i urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu shkurtimisht kisha më përmend edhe dy prej cilësive, të cilat i kanë përmend dietarët të zemrës së shëndosh, e prej tyre është ka thonë edhe zemra e shëndosh është ajo zemër e cila edhe nëse i bën mëkat Allahut, apo edhe nëse çalon ndonjëherë në ndonjë gjë të cilat Allahu xhelle xhelal nuk e don, është zemër e cila zgjohet shpejt. Është zemër e cila e godet veten e vet, ai person i cili posedon zemër të shëndosh, është zemër e cila e kritikon veten e tij. Është zemër e cila pendohet vazhdimisht dhe bën istighfar. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu ku i ka përmend cilësitë e besimtarëve ka thonë walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ata të cilët bëjnë ndonjë gjuna të keq, apo i bojnë zullum vetëve të tyre, dhakarullah, e përmendin Allahun wastaghfaru li dhunubihim. Thotë dhe bëjnë dhe kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Kjo është zemra e zgjuar dhe zemra e shëndosh, gjithherë kur ndonjëherë çalon apo bjen me ndonjë gjuna, Allahu na ruajt, e godet veten e vet, e kritikon veten e vet dhe e zgjon shpejt nga i gaflet. Kjo është prej shenjave të zemrës së shëndosh dhe së fundmi kisha më përmend njëra prej shenjave tjera të zemrës së shëndosh, e cila është edhe dashuria, mëshira për besimtarët. Ai zemër e cila apo ai besimtar i cili posedon zemër të shëndosh mërzitet me mërzinë e besimtarit. Gëzohet me atë të cilën gëzohet për besimtari dhe është i mëshirshëm për besimtarin, sikur se Allahu xhelle xhelaluhu i ka përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, ku i ka përshkruar Allahu ka thënë Muhammedun Rasulullah walladhina ma'hu ashidda'un 'alal kufari ruhama'un bainahum. Ka thënë me të vërtetë se Muhamedi alayhi salam është i dërguar i Allahut dhe ata të cilët janë me ta, sahabët, janë të vrazhd ndaj jo besimtarëve në luftë kur ata takohen me jo besimtarët dhe janë të mëshirshëm me besimtarët. Kurse shenja e munafikut, Allahu na ruaj, apo zemrës e semur, është se është i vrazhd kur të rrin me besimtarët dhe është i qetë, është i mëshirshëm, jo marrën qefin, dëshiren atij i cili është jo besimtar. Ose me ata të cilën është munafik, bën muhabet mirë, kënaqet me bisedën me të, kurse ndaj besimtarëve është i vrazhd edhe sillet keq. Kjo është zemra e semur, Allahu na ruaj, nga se zemra e shëndosh është ajo zemër e cila është e mëshirshme ndaj besimtarëve, edhe është e sjellshme dhe moralshme me besimtarët. Allahu xhelle xhelal na bëft për atyre të cilët posedojmë zemra të shëndosha. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.